Përshëndetje, mirë se vini në këtë episod të posaçëm të podcastit ton kushtuar ditës botërore të zemrës. Kjo ditë na kujton se shëndeti i zemrës nuk është vetëm një çështje mjekësore, por është një përgjegjësi sa personale aq edhe shoqërore. I ftuari i ditës së sotme është Dr. Edmond Haliti, kardiolog, internist dhe ekspert i çrregullimeve të ritmit në Qendrën Klinike Universitare në Prishtinë. Me doktorin do të bisedojmë dhe do të elaborojmë pikërisht çështjet e kujdesit kardiak, të cilat i atakojnë pacientët tanë në Kosovë. Përshëndetje doktor, mirë se erdhët. Përshëndetje doktoresh, është kënaqësi të jem këtu i ftuar në podcastin tuaj. Po fillojmë me atë çka hasim gjithmonë në statistikat, jo vetëm në Kosovë, po dhe globale, ku vihet re se smundjet kardiovaskulare, kardiake, pra rankohen të parat, qoftë nga shpeshësia dhe mortaliteti. Pse kemi një shpeshësi apo dhe vdekshmëri kaq të lartë nga këto smundje? Po, sigurisht ashtu siç e thatë dhe ju, është e frikshme të shohim statistikat botërore të smundjeve kardiovaskulare, domethënë mbeten lider në shkaktimin e smundshmërisë dhe vdekshmërisë. Një 1/3 e vdekjeve gjithëmbashëm në botë janë shkaktuara direkt nga smundjet kardiovaskulare. Pak a shumë këto statistika qëndrojnë edhe për Evropën, madje për Evropën mund të jenë edhe më të larta, duke llogaritur se në Evropë është më e madhe se sa në nivel bote. Dhe përderisa në vitin 1990 llogaritet që dikur 12.5 milion njerëz në botë kanë vdekur direkt nga smundjet kardiovaskulare, sot ky numër ka shkuar mbi 20 milion. Pra janë dramatike shifrat e vdekjeve dhe kjo qëndron si për vendet e zhvilluara, ashtu edhe vendet në zhvillim dhe vendet me të ardhurat të ulta. Që është e vërteta vendet e zhvilluara tashmë kanë hartuar strategji për depistimin në masë këtyre smundjeve, kanë hartuar strategji të cilat në një farë mënyrë kanë stabilizuar se një plato të këtyre smundjeve kardiovaskulare, ndërkohë që vendet në zhvillim, vendet me të ardhurat mesme dhe të ulta, ku bën pjesë dhe vendi jonë, janë duke u ballafaquar me atë fluksin e rritje. Pra kurva e rritjes së smundshmërisë dhe vdekshmërisë kardiovaskulare është mjaft e lartë dhe pritet që ndoshta edhe në dekadat e ardhshme të vazhdojë të jetë e tillë dhe mjaft e lartë. Cilët janë faktorët më të zakonshëm të rrezikut që ju i shihni në Kosovë të pacientët tanë? Ato faktorët e rrezikut janë po ata që tradicionalisht i njohim, sigurisht me mënyrën e ndryshimit jetesës, me jetën e shpejtë që bëjmë disa faktorë kanë dalë pa më tepër si inaktiviteti fizik, mbi pesha, ushqimet e shpejta, niveli i lartë i stresit, ambicjet e mëdha për të arritur gjithçka, dhe të gjitha këto në një farë mënyrë përkthehen në faktor rreziku. Kurse faktorët madhor tradicional janë kryesisht smundjet madhore si hipertensioni, dislipidemia, ose niveli i lartë i yndyrës në gjak, niveli i lartë i sheqerit në gjak, diabeti, faktori gjenetik patjetër që qëndron së fundin e gjithë këtyre, pra këto janë faktorët madhor të cilët tradicionalisht i kemi mësuar edhe nëpër libra, të cilët predominojnë si faktor rreziku për smundjet kardiovaskulare edhe në botë, por që i hasim edhe tek ne. Me rritjen e jetëgjatësisë, ne gjithmonë më tepër përballemi me skenar më kompleksa i përket këtyre smundjeve. Në një farë mënyrë kjo ka më po e shton dhe do ta shtoj ende më tepër, domethënë peshën e vdekshmërive si sa kardiovaskulare ngjajshëm si në botë. Mos harroj, po ashtu që një faktor madhor është edhe duhanpirja, një shprehje e dëmshme e cila po ashtu mbizotronte na, pa përjashtuar këtu edhe abuzimin me substanca tjera të dëmshme. Përdorimi i alkoolit në sasi eksesive, ku për sasi të mëdha, sepse sasitë e vogla realisht nuk është që ndikojnë direkt në shëndetin kardiovaskular, po abuzimi me alkoolin, abuzimi me substancat energjike mundet me qenë një faktor rreziku, sidomos për aritmin, fushën me cilën vitet e fundit edhe po merren pak më tepër. Pra ju i përmendet të gjitha këto faktorë rreziku, pra çfarë roli dhe si ndikon ushqimi në shëndetin e zemrës apo aktiviteti fizik, duhanpirja, edhe stresi, sidomos në viteve të fundit proklamohet shumë stresi në shëndetin e zemrës. A mundet na tregoni diçka më tepër? Po saktë, mënyra e ushqimit është një nga pikat kryesore, sepse me vetë faktin që ushqimi është diçka që na shoqëron gjithë jetën dhe mendoj që shprehite mira dhe ose respektivisht shprehite dëmshme po kultivohen qysh në fëmijë. Ndonë se smundjet kardiovaskulare, ateroskleroza, deri vonë është konsideruar sigurisht smundje vetëm e pleqjve, moshave të mëdha. Deri diku është e vërtetë sepse kulmon piku i këtyre smundjeve patjetër që shfaqet me rritjen e moshës, por baza themelet e smundjes aterosklerozës mendohet se vendosen pikërisht në fëmijëri, pikërisht në adoleshencë kur formohen ato pllakat ose baza, ato hullit yndyror, ato fatty streaks që quhen. Dhe
e shoh personalisht mjaft shqetësuese dhe shpesh e diskutojmë edhe mes kolegëve, do të thonë obeziteti tek fëmijët, inaktiviteti i lidhur tashmë me këto mënyrën e re të jetës, që fëmijët qëndrojnë më tepër brenda, janë të lidhur më tepër me teknologjinë, janë më të angazhuar me mësimet e tjera, janë jashtëzakonisht shqetësuese. Shto kësaj edhe mënyrën jo të shëndetshme të ushqimit, pra tendenca për të konsumuar fast foods ose ushqimet, snacks që i marrin ndonjëherë mes vakteve, janë një faktor mjaft madhor. Në qoftë se i qasemi pak edhe statistikës, për shembull, në vendet evropiane sa mbjen sy shpesh kur i shet danat epidemiologjike, vendet e mesdheut, megjithatë, vendet që konsumojnë një dietë më të shëndetshme që është e bazuar kryesisht në ushqimet me origjinë nga deti, po ashtu edhe disa vendet të skandinavisë, të cilat falë dhe kulturës dhe sistemeve shëndetësore më simplikume, po që konsumojnë më tepër salmon dhe ushqime tjera që kanë yndyrë të pasaturuara, kanë edhe jetëgjatësi më të lartë, kanë edhe më pak sëmundje kardiovaskulare. Në raport me vendet e Evropës qendrore, vendet e Evropës lindore, për shembull, tonë se statistikat mirëfillta ndoshta për Kosovën, po marr nga kjo shkallë, për shembull Bullgaria, Rumania, vendet e Baltikut dhe disa vende që për tradit konsumojnë më tepër ushqime me origjinë shtazore, yndyrna, bazuara në yndyrna, kanë edhe një bom më të madh këtyre sëmundjeve kardiovaskulare në raport me këto vende tjera. Për cilat janë ato shprehit vogla të cilat mund bëjnë atë ndryshimin e madh në shëndetin e zemrës? Po, ka shumë shprehit vogla, siç i quheni, me impakt të madh, le të themi. Domethënë duke kontrolluar mënyrën e ushqimit, duke bërë shpeshherë edhe për telefonat tonë tashmë apo ose ato aplikacionet për të na i treguar numrin e hapave që bëjmë. Ndonjëherë nuk janë krejtësisht realisht, sepse aktiviteti fizik nënkupton një lloj strategjie e cila nënkupton një fillimin, nxemjen, arritjen e kufirit aerob, nëse do me kalojmë ushtrime pak më të mëdha. Pra, lypset një sistemimi aktivitetit fizik, sepse ne mund të lodhemi, mund të bëjmë hapa brenda shtëpisë, brenda punës, por lypset një kohë e caktuar, për shembull Shoqata Evropiane e Kardiologjisë rekomandon 45 deri 60 minuta në ditë, nëse paku 5 ditë jave, aktivitet ushqimor, i cili mendohet se i kontribon shëndetit kardiovaskular. Lënja e duhanit është një faktor tjetër, që është një shprehi që edhe mediat, edhe ne si komunitet dhe gjithë shoqëria duhet të dhënë kontributin tonë për të ndalur. Promovimi i ushqimeve të shëndetshme dhe ofrimi, promovimi i informatave të mjaftueshme lidhur me damin që sjell, qoftë abuzimi me duhanin, qoftë abuzimi me alkoolin, me substancat narkotike, madje edhe me substanca të tilla që ne i kemi në përdorim zakonshëm, që përmbajnë substanca stimuluese, qoftë edhe kofeina e tepër, teofilina e tepër, pijet energjike. Pra jo diçka që ne i konsumojmë dhe i marrim sikur janë pjesë e jetës tonë. Më thonë, në çdo hap ditor, mendoj se nëse i kushtojmë vëmendje të mjaftueshme secilit nga këta faktor, ne do të arrijmë që në një farë mënyrë ta zbusim riskun kardiovaskular, sepse ç'është e vërteta kur flasim për sëmundjet kardiovaskulare, nuk flasim për një lidhje direkte shkak pasojë, ka shumë faktorë të tjerë. Unë siç e thash, është edhe faktori gjenetik, është edhe ndonjëherë tipi i personalitetit, mënyra që qasemi, se që reagojmë ndaj stresit, janë disa gjëra të cilat ne me të vërtetë nuk mund t'i ndrojmë, por janë shumë gjëra të tjera, të cilat mbi këtë sfond bëjnë që sëmundja kardiovaskulare të vijë më herë, që komplikimet e sëmundjeve kardiovaskulare të jenë më të mëdha dhe përgjithsisht të kemi një pasojë më të madhe nga këto sëmundje, sikur në raport me atë i cili është më i disiplinuar këto pika që tham. Shumë e vërtet. Unë besoj një pyetje tjetër e rëndësishme për publikun është se cilat janë ato shenja paralajmëruese që nuk duhet i injorojmë askush. Po. Fatmirësisht njerëzit sot kanë informata goxha shumë për sëmundjet kardiake dhe e shoh që si të rritë 10 vjetrit, të gjitha moshat praktikisht, i drejtohen mjekut më mirë se, siç themi, se nëse do të kthehesh vite ose dekada përpara. Megjithatë, në kuadër të kësaj ka edhe njerëz që neglizhojnë edhe simptoma, le të themi, serioze. Për shembull, një lodhje e bazakant mund t'ia atribojë ngarkesës ose lodhjes ditore ose një nervozë, një kokëdhimbje mund t'ia atribojë jam i lodhur, nuk kam grë, nuk kam që patjetër që mund t'ia shkaktari saj, dhe nuk e bën një veprim thjesht, për shembull matjen e tensionit, një pimje ujit të tepruar, një humbje në peshë, në kuadër një personi i cili është obez ose mbi peshë dhe ka një histori familjare të themi për diabet, nuk e bën një analizë thjesht sheqerit në gjak
me cilët ta detekton të një smundje, po ashtu mjaft shpesh siç është diabeti. Pra janë disa faktorë rreziku me të cilëve duhet kushtuar vëmendje më tepër. Kurse në raport me simptomat direkte që do të asocionin në smundje kardiovaskulare, për shembull, do të them një dhimbje gjoksi, shtrënguese, e cila lidhet me aktivitetin fizik, sepse ç'është e vërteta, a përballemi shumë me dhimbja e gjoksit, është një prej simptomave më të shpeshta, shumë prej tyre nuk kanë origjinë kardiake, kuptohet. Mund të jenë me natyrë të tjera, por një dhimbje gjoksi, e cila lidhet direkt me aktivitetin fizik, për shembull gjatë ngjitjes shkollave, shtrëngim gjoks, dhe në momentin kur po shohim dhimbja qetësohet, asocion goxha bindshëm në një dhimbje anginoze, që i takon një smundjes koronare, si smundja më shpesh mesin e smundjeve kardiovaskulare. Po ashtu në raport me rrahjet e shpejta të zemrës. Njerëzit shpesh kanë ndjenjë rrahjeve të shpejta të zemrës. Nëse nuk jemi shumë fizikisht servitur, nëse jemi mbi peshë dhe po gjesim 5-4 shkolla si shpejt, është normale që do të mbushemi frymë dhe do të rrej zemra shpejt nëse nuk jemi mjaftueshëm sa servitur. Por nëse kjo ndodh në gjendje qetësie, një rrahje shpejt e cila shoqërohet me zbehje, djersitje, humbje të ndjenjave ose gati humbje të ndjenjave, atëherë kjo sigurisht merr kuptim pak më serioz. Enjtje të ndryshme trupore, sidomos enjtja e këmbëve me tendencë që të bëhet ngjitse, dhe kur është enjtja zakonisht bilaterale, shoqëruar me një frymëzanie, me një lodhje, po ashtu është një simptom tjetër që mundet me asociu të smundjet kardiovaskulare, dhe ndonjëherë fatkeqësisht smundja kardiovaskulare din me qenë edhe tinzare, pra brapa një personi në aparencë të shëndosh, ose i cili konsiderohet nga vetja e tij dhe nga familja rreth i shëndosh, mund të që të ketë edhe smundje serioze të zemrës. Janë disa çrregullime ritmi që janë për shembull krejtësisht diskrete, që janë relativisht tralla, disa anomali gjenetike, të cilat mundën me u shoqëruar me një aritmi serioze dhe vdekje të papritur edhe të një person në aparencë i shëndosh, ose një person i cili duket i shëndosh që nuk e ka sforcuar veten asnjëherë fizikisht, mund të ketë edhe një ngushticë kritike në jenën koronare dhe atë të mos e manifestoj klinikisht. Dhe në një moment të kopshëm ai mund të manifestoj me vdekje të papritur ose simptoma të një sulmi të zemër. Pra, me një fjalë, smundja kardiovaskulare ka një larëmani simptomash, nga një person krejtësisht i shëndosh, i cili befas mund të pësoj një smundje të tillë, deri te një person i cili ka disa simptoma, i cili mundet ose jo t'i paraqitet të mirë. Po mesazhi është aty ku kemi faktor rreziku, aty ku kemi një sfond familjar dhe gjenetik për smundje të tilla, aty ku kemi simptoma, duhet ta lypim mendimin e profesionistit, duke filluar nga mjeku familjar, nga specialisti internist, kardiologu, për të marrë masurat e duhura. A rezulton gjithmonë me një alarm të vërtet? Jo, shpesh rezulton një alarm fals fatmirësisht, dhe ne themi që okay, kjo dhimbje gjoksi, kjo lodhje, kjo rrahje shpejt e zemrës mund të ketë një shpjegim tjetër, por patjetër që personat të cilat këto ankesa i kanë në mënyrë të përsëritur dhe nuk lidhen me një situatë ose me një moment caktuar, po kanë tendencë të reprodukohen, duhet i drejtohen mjekut dhe duhet të bëjnë një screening për smundjet kardiovaskulare dhe për faktorët e rrezikut. I listuat shumë qartë dhe më dolët në shteg të pyetja tjetër, kur tha dhe personat të cilat ndihen shëndoshë mirë, a duhet dhe kur duhet të bëjnë kontroll edhe nëse personi pra ndihet mirë, pa pasur ndoshta edhe faktor risku. Një pyetje shumë e drejtë, dhe kjo është pikërisht ajo që ne themi që personi ishte mirë dhe çka ndodhi, domethënë e dinim gjithë për të shëndosh. E vërtet, po kthehem te ajo që sapo thash, domethënë këta pacient të cilët kanë një histori familjare për smundje kardiovaskulare, të cilët janë përdorues të duhanit në mënyrë të veçantë, të cilët bëjnë një jetë inaktive, bëjnë një jetë të shpejtë, i ekspozohen stresit në situata të përditshme. Dhe aq më tepër nëse kanë vlera tensioni të yndyrës në gjak ose të sheqerit të rritur pa kontrolluar, janë persona të cilët kohë pas kohe duhet të bëjnë vizita kardiologjike. Sigurisht nuk ka një protokoll shumë mirë të precizuar për secilin nga këta pacientë cila do të ishte frekuenca e vizitave që do të bëjë te kardiologu, sepse shumë gjëra edhe nëse bazohemi protokollet dhe udhërefysit e shoqatave relevante botërore që merren me smundjet e zemrës, nuk është se e lojnë të saktë, të qartë, të saktë cila është frekuenca e këtyre vizitave, por kjo i lihet profesionistit të fushës bashkë me pacientit, pra në një mënyrë duhet të i bëhet një lloj skedulimi vizitave në mënyrë të individualizuar. Pacientët të cilët ne i shohim me shumë interes në kuptimin e parandalimit smundjeve kardiovaskulare dhe në anën tjetër me potencial për të qenë pacient kardiovaskular,
me një outcome ose me një përfundim potencialisht fatal, janë persona të cilët janë me mbi peshë, nuk e bëjnë atë 45 dhe 60 minutë ditor të ecjes, më thonë bëjnë një jetë, pothuajse inaktive, kanë mbi peshën, kanë sfondin gjenetik për sëmundjet kardiovaskulare dhe në analizat e tyre, ndonë sa ata duken të shëndorë, sepse një ngritje diskrete e tensionit, si që dini një ngritje lehtë e sheqerit në gjak dhe yndyrës janë totalisht asimptomatike, pacienti thotë unë pa funksionoj mirë, shto këtu që ndonjëherë kanë edhe paragjykime lidhur me përdorimin e terapisë, mos jam unë e vallëri me fillu me terapi, mos po bëhemi varur nga barna, domethënë të gjitha janë këto paragjykime me të cilat ballafaqohemi, pra këta janë persona të cilët në një mënyrë pretendojnë ose synojnë që të ikin vizitave mjekësore, synojnë të ikin edhe mjekimeve. Dhe fatkeqësisht është ky kontingjent i njerëzve që mund të me psu vdekjen e papritur dhe mund të zhvillu sëmundje kardiovaskulare të avancume pa i detektu në një terren që ata konsiderojnë që po ndjehem mirë dhe nuk kam asnjë simptom. Dhe nga puna juaj, a keni vërejtur që zbulimi i hershëm i këtyre patologjive ndikon në përmirësimin e shëndetit të pacientëve tanë në Kosovë? Po, sigurisht, unë që në fillim e thash që kontributi gjithë neve, dhe më thonë kontributi i zhvillimit shoqërisë përgjithsisht, po kontributi edhe i mediave dhe i profesionistëve është që sot, megjithatë unë mendoj që kemi në një vend ndërgjegjësimi më të madh kashi sëmundjeve madhore që po marrin jetën e njerëzve, në këtë rast sëmundjeve kardiovaskulare, pra shoh njerëz gjithnjë më të përgjithshëm për shëndetin e tyre, njerëz gjithnjë më të informuar për këto, por ende nuk jemi në nivelet në të cilet duhet të jemi. Sepse po të kthejmë rapa në fillimin e bisedës, si është vendet të zhvilluara, të cilat 3-4 dekada përpara janë përballë me këtë situatë, sidomos vendet skandinave, Mbretëria e Bashkuar, pra vendet e zhvilluara të Evropës dhe të botës përgjithsisht kanë kaluar për këtë dhe kanë pa që kampanjat e ndryshme të depistimit, të sensibilizimit, pra mbajtja në kontroll e sëmundjeve masive, themi, jo ngjitse, për pjesë hipertensioni, diabeti dhe yndyra e lartë në gjak, përfshi edhe obezitetin, si problem jo vetëm estetik dhe po edhe si problem mjekësor. Do thonë nëse ne merremi seriozisht me këto kontingjentet pacientëve, do të arrini mjaftueshëm me parandaluar sëmundjen kardiovaskulare. Dhe nga përvoja ime shoh shumë njerëz të cilët nëse kanë drejt që kanë një LDL kolesterol të rritur ose një nivel të yndyrës në gjak dhe kanë pas një obezitet, kanë filluar një program ushtrimor, kanë filluar të kushtojnë rëndësi me çka po ushqehen baza ditore, sidomos kanë eliminuar pra ushqimet e procesuara ato me bazë me yndyrnat të saturuara, sidomos me yndyrat e ngurta, ushqimet e shpejta, kanë lënë duhanin dhe kanë shtu aktivitetin fizik, përgjithsisht kanë arrit që të menaxhojnë sëmundjen kardiovaskulare shumë më tepër. Fatkeqësisht shumë prej pacientëve tonë këtë e bëjnë pasi të kanë kaluar ngjarjen e parë kardiovaskulare. Shumë pacientë pasi të kalojnë infarktin e parë ose sulmin tru, duke qenë se në mesin e sëmundjeve kardiovaskulare, domethënë rreth 80-85% e vdekshmërisë shkaktohet qoftë nga infarkti miokardit, qoftë nga stroke ose goditja në tru, pa fatkeqësisht një pjesë e këtyre pacientëve janë ata që tashmë kanë pësuar një ngjarje të tillë. Këto ngjarje mund të jenë me pasoja të vogla, mund të jenë me pasoja të mëdha, mund të jenë me pasoja fatale, pa ata që kanë kaluar me pasoja të vogla e kanë pa çdo të jetë një invaliditet potencial i tillë, janë gjithsesi më të prirur që tashmë ta respektojnë këtë lloj jete të shëndetshme, këto lloj këshilla. Të që ne synojmë që edhe kjo pjesa tjetër e pacientëve që ende nuk kanë mësuar infarktin ose stroke, pra që janë pacientë të cilët duhet bëhet atë që ne e quajmë prevencën primare. Atëherë ky do të ishte suksesi më i madh i joni si komunitet, si shoqëri, pra që të kemi njerëz të shëndosh dhe të kemi gjithnjë më pak spitale të mbushura me pacientë që vuajnë pasojat e sëmundjeve të tilla si infarkti dhe goditja në tru, të cilët me të vërtetë janë peshë si për sistemet shëndetësore, si për familjet dhe buxhetin e tyre, dhe mos flasim për individin vet. E kur përmendim sistemi shëndetësor, cilat janë disa nga sfidat që pacientët hasin në qasjen e shërbimeve kardiologjike? Ndoshta nuk jam personi ndoshta edhe i duhur për të folur për çështje sistemore, sepse ka ekspertë që merren më tepër me këto, po me atë sa u bën goxha një kohë gjatë që jam pjesë e sistemit dhe për fatin tim të mirë kam me punu dhe në praktiken primare, dhe më thonë sistemin primar, madje edhe në spital regional kam punu për disa vite dhe më në fund edhe në klinik, madje në kara dhe bëj trajnime dhe kam analizu kështu si
që thonë nga jashtë sistemet shëndetësore të ndryshme si funksionojnë në vendet e regjionit po dhe në vendet evropiane, mendoj që nuk kemi ndoshta më skeqti, po ka shumë vend për të përmirësuar. Mendoj që në të tri nivelet e sistemit shëndetësor ka profesionist mjaftueshëm, mjek dhe infermier të motivuar dhe të informuar lidhur me smundjet kardiovaskulare, me faktorët e rrezikut, menaxhimin e tyre, por prap mendoj që nuk kemi zhvilluar mjaftueshëm sistemin në raport me nevojat që janë tritme për sistemin kardiovaskular. Dhe këtë mund ta konstatosh shumë thjesht me një ditë punë në klinikën e kardiologjisë me një kujdestari, ku e shohim që ndonjëherë ndodh që të kemi shtretë reksa, të mbetet pacienti në emergjencë për shkak se nuk ka një vend të lirë për mu vendosur klinikën e kardiologjisë, pra ka një mbingarkesë, ka një lëvizje pak më pa kontrolluar ndoshta nga regionet në nivel të qendrës klinike universitare. Ka dhe arsye objektive pse bëhet kjo, sigurisht sepse tash për tash ndoshta jemi qendra e vetme që ofrojnë të gjitha shërbimet shëndetësore kardiologjike kur është fjala për ato intervente, edhe pse tashmë kemi edhe një qendër të dytë edhe në Prizren fatmirësisht, por gjithsesi klinika universitare, domethënë ÇKK, klinika e kardiologjisë mbetet e mbingarkuar. Ndoshta në një të ardhme, sigurisht që ky është edhe synim besoj edhe i menaxhmenteve që të ketë një bashkëpunim më të mirë në regione, që të shtrihen qendrat e kateterizimit edhe në disa qytete tjera, siç e ka bërë tashmë edhe regioni me sa e di edhe Shqipëria dhe Maqedonia dhe vendet e tjera, në mënyrë që pacienti, sidomos pacienti akut, ta merr shërbimin në qendrën e tij më të afërt. Jo vetëm për ta shkërkuar klinikën, e cila është mjaft e ngarkuar, po mbi gjitha për ta shfrytzuar kohën. Në kardiologji, sidomos kur është fjala për sulmin e zemrës, përdoret një shprehje time is myocardium. Domethënë koha është miokardi humbur në këtë rast. Çdo minutë që vonohet një pacient për marrjen e shërbimit ose revaskularizimit do t'i kushtoj me humbje të miociteve, të muskujve qelizave muskulare, të cilat vdesin përfundimisht dhe nuk rikuperohen. Mos flasim këtu për sulmin tru, që truri është një organ akoma më i ndihshëm ndaj iskemisë. Pra, në raport me parandalimin e këtyre dy, themi unë, faktorëve ose gogolëve më të mëdha në mesin e smundjeve kardiovaskulare, që është stroke, goditja në tru dhe infarkti, goditja në zemër, në raport me këto dy, domethënë duhet hartu strategji nacionale, cilat duhet me afektu në mënyrë serioze sistemin, në mënyrë që pacienti të ketë një qasje sa më të lehtë dhe sa më të shpejt për marrjen e këtyre shërbimeve akute. Kuptohet mandej kemi një problem tjetër me procedurat elektive, listat e pritjes, cilat krejt ne jemi të vetëdijshëm, të tilla ka dhe në vend që është e vërtetë edhe më të zhvilluar, po këto bëhet fjalë pastaj për raste të ftofta. Ato janë diçka tjetër që po ashtu edhe aty duhet arritur, po ajo çka është esenciale, pra qasja sa më shpejt, sa më e lehtë në rivaskularizim koronar, pra se pacienti pson sulm, dhe qasja sa më shpejt, sa më e lehtë në revaskularizim trunor, nëse bëhet fjalë për goditjen tru. Pra kjo le të themi ishte edhe përgjigje e pyetjes tjetër, që bashkëpunimi mes QKU-s, klinikave, spitaleve të tjera dhe kujdesit parsor në kujdesin kardiake dhe në parandalimin e tij. Pra është referimi duhet jetë me kohë dhe sigurisht spitalet regionale duhet kenë suport më të madh të shërbimeve kardiologjike, besoj. Pikërisht. Pra, referimi me kohë i rasteve që duhet referohen dhe arsyeshmëria në referim, sepse ndonjëherë, domethënë duke qenë se referohen raste të cilat do të mund të merrin mjekimin edhe në qendrat regionale, Prizreni, siç e thash, regjoni Prizreni që është një region mjaft i madh, tashmë fatmirësisht e ka një cath lab, një laborator për intervenime të tilla, dhe shpresohet shpejt që të ketë një laborator të tillë në pika tjera, në qytete tjera, që të mbulohet komplet, bëhet rjetizimi i infarktit akut të miokardit. Besoj që edhe në neurologji, ndonë se nuk jam i asaj lamie, po punohet këtë drejtim që në raport me stroke mund bëhet, do të jetë kjo pikërisht fiks është kjo, një bashkëpunim i afërt ndërkolegial, një bashkëpunim ose një koordinim i hapave menaxherial në mënyrë të tillë që saktësisht të dihet cili rast duhet referohet, cili rast mund të trajtohet në region, dhe në këtë mënyrë do të jemi edhe racional në raport me kapacitetet profesionale dhe hapësinore që do t'i shfrytëzojmë, po mbi të gjitha do t'ia ofrojmë qytetarit, pacientit, ndihmën më të mirë në kohë reale. Vërtet. E përmendëm që smundjet kardiake nuk janë vetëm personale, por edhe shoqërore, sociale. Si mendoni, çfarë roli kanë familjet dhe komuniteti në mbështetjen e pacientëve me smundje kardiake? Domosdoshmt pashmangshëm individi, domethënë është pjesë e shoqërisë, pjesë e familjes, sikurse
e biseduam dhe më herët, do të thonë pasojat e sëmundjeve të tilla, sidomos kur është fjala për sëmundje të rënda kardiovaskulare ose invaliditetin kardiovaskular, patjetër se i vun çdo segment i shoqërisë, por roli i shoqërisë është i domosdoshëm. Për shembull, nëse po flasim për shpërhitje dëmshme ose për mënyrën e të ushqyerit, sigurisht që kjo nuk mund të bëhet në mënyrë të izoluar, nëse ne nuk zbatojmë një regjim pak më të thellë edhe për njerëzit të shëndosh që i kemi në familje. Shtop të faktin që kur bëhet fjalë për sëmundje që kanë bazë gjenetike, domethënë nuk është vetëm pacienti që është i rrezikuar, ai patjetër që është më i rrezikuar, por faktorët edhe anëtarët e tjerë të familjes mund të jenë. Roli i komunitetit, po ashtu ndoshta tani nuk është kjo mjaftueshëm e konsoliduar, për shembull raport të shoh në raport me solidaritetin punës, raport me detyrave të punës ose në raport me stratifikimin e rrezikut të një personi i cili ka kaluar një ngjarje kardiovaskulare, i cili tashmë duhet të rikthehet punës dhe të rikthehet përditshmërisë. Të njerë ka ngërçe, ka vështirësi për të marrë pozitën e duhur të punës, që të ndrojë natyrën e punës, për shembull themi, nëse është një person i cili ka bën një punë fizike ose ka punuar në alësi të mëdha ndërtim dhe tashmë ka pas një epizod humbjes vetdijes sinkopale në çrregullin e ritmit, sigurisht një punë e tillë do të jetë e papranueshme. Pra, shoqëria, ambienti i punës e patjetër familja ka rolin e vet. Në punën time të përditshme, domethënë shoh që aty ku pacienti vjen i shoqëruar ndonjëherë me familjar, ndonjëherë është e vërtetë që na duket sikur po frekuentojnë shumë njerëz, por është e domosdoshme, sepse pacienti pi vetë traumës që kalon nga sëmundjet kardiovaskulare, kalon disa muaj, disa javë për ta pranuar këtë realitet. Dhe shumë pi informatave nuk është në gjendje ti përpunoj ashtu siç do t'i përpunon një antar tjetër i familjes. Dhe nga bindja ime personale, po edhe kolegëve kur kemi diskutuar që aty ku kemi një angazhim të rrethit të familjes, për ta përkrahur atë në hapat e matutjeshëm drejt mjekimit dhe drejt rehabilitimit, suksesi është më i madh në raport me personat të cilët këtë bëjnë të vetëm. Sigurisht, patjetër që familja, shoqëria, komuniteti, mjedisi i punës luajnë rolin e tyre të pashmangshëm në bashkëpunim me personelin shëndetësor dhe në përkrahjen kryesisht morale, kur është fjala tek pacienti, por edhe në përkrahjet të tjera logjistike që i ndihmojnë atij për ta bërë një jetë tashmë më të shëndetshme dhe për të qasur mjaftueshëm mjekimeve që rekomandon stafi mjekësor. Dhe do të ketë rezultate më pozitive në këtë mënyrë. Cilat janë disa nga mitet që ju i dëgjoni më shpesh rreth këtyre sëmundjeve kardiake, besoj që ka? Ka shumë. Ndonjëherë edhe na qeshet me to, po disa mite kanë qenë ndoshta si themi të etabluara me vite, edhe në mesin fatkeqësisht në mesin e personelit shëndetësor, në kuptimin që sëmundjet kardiovaskulare janë sëmundjet të vjetërve, sëmundjet kardiovaskulare janë sëmundjet burrave dhe jo të grave. Deri diku, domethënë deri diku ndoshta kanë pas një lloj arsyeshmërie, por në kohën që ne po jetojmë, siç e thash edhe në fillim, domethënë sëmundjet kardiovaskulare tashmë nuk kursejnë asnjë moshë. Ka një tendencë të frikshme të zbritjes tyre në moshë. Pra ne popullata botërore po jeton më gjatë, jeta është më e shpejtë, por faktorët e tillë dëmshëm çfarë i përmenda më herët janë të kudondodhshëm, sidomos në vendet në zhvillim siç jemi edhe ne. Prandaj nuk është tashmë ky mit nuk qëndron, pra sëmundjet kardiovaskulare nuk janë domosdoshmë sëmundjet moshave të vjetra, janë sëmundje që prekin të gjitha moshat. Kuptohet incidenca dhe prevalenca e tyre mbetet më e lartë me kalimin e moshës. Miti tjetër është se kjo i prek meshkujt dhe jo femrat. Edhe këtu ka një të vërtetë brenda, por kjo më tepër nuk duhet shndruar në një keq interpretim. Është shumë e vërtetë që brenda periudhës reproduktive derisa femrat kanë ciklin menstrual zakonisht janë më të mbrojtura ka sëmundjeve kardiovaskulare, por mas ndryshimeve të moshës që ndodhin sidomos mas menopauzës, risku i tyre në raport me meshkujt kanë duku barazuar dhe diku në dekadën e 7 jetës, pa mbas 60-tave, pothuajse nuk ka diferencë moshore. Madje, duke qenë edhe ky met i cili mbizotron edhe në shoqëri edhe në komunitet mjekësor, shumë studime, madje disa janë që ekipet tona punuese edhe në qendra klinike kanë treguar që rezultatet mas infarktit e femrat janë më të dobta se sa tek meshkujt. Domethënë ose vdekshmëria dhe komplikimet te femrat që kanë kaluar infarkt janë më të mëdha. Pse? Sepse zakonisht ato vonohen për të ardhur te mjeku, duke nisur nga ky mit, nga ky keq interpretim. Shpesh simptomatologjia te femrat është edhe më jo tipike, domethënë nuk arrin me lidh sakt simptomatologjinë me aktivitetin fizik dhe
Këto janë disa prej shpjegimeve pse ndodh që infarkti tek femrat ndonjëherë të ketë një reperkusion, pra këto mite ose këto keq interpretime siç e shihni janë jo pa pasoja. Një tjetër mit mund të jetë edhe fakti që sëmundjet kardiovaskulare nuk i prekin fëmijët. Sigurisht që fëmijët i prekin shumë më pak, bile tashmë në disa trajnime që më ka rënë me stafi mjekësor, shpeshherë ku bëjmë interakcion, e shoh që ndonjëherë në klinikat e pediatrisë ose në repartet e pediatrisë nuk është edhe një rutinë matja e tensionit. Është e vërtetë sepse presin që fëmia mos të ketë tension të lartë. Pajtohemi me këtë, por kjo nuk do të thotë që fëmia nuk mund të ketë hipertension. Po e marr si një nga sëmundjet kardiovaskulare që mundet me qu te sëmundje madje më të komplikume. Pra, edhe fëmijët, nëse një fëmijë është obez, nëse një fëmijë është me bën një jetë jo të shëndetshme, nëse ka një sofon familjar, nuk është krejtësisht i mbrojtur. Qoftë nga diabeti, madje jo vetëm diabeti tip 1, ndodh që të fraqet edhe diabeti tip 2, edhe tek fëmijët janë disa forma më të rralla që sigurisht endokrinologët i elaborojnë më saktë dhe më mirë. Pra dhe miti tjetër që fëmijët nuk kanë sëmundje të zemrës, nuk ekziston, se besoj edhe ju si profesionistë pajtoheni me atë që sikur fëmijët smuren nga fyti, smuren nga totalisht nga alergji, sikur sëmundjet kardiovaskulare. Nuk dua të krijoj opinion ose frikë që këto sëmundje janë aq shumë prezente tek fëmijët, kjo nuk qëndron sigurisht, por nuk duhet vendosur në harres, sepse tendenca e sëmundjeve është thjesht zbresin e moshë, faktorët e rrezikut janë prevalent që në fëmijëni, ato nuk manifestohen klinikisht, i duhen zakonisht nga formimi i pllakave ose hullive yndyror deri te formimi i pllakave aterosklerotike dhe deri te manifestimi i sëmundjes me shenja klinike kardiovaskulare dukshme si infarkti ose stroke zakonisht duhen 30-40 vite, por në qoftë se ne nuk punojmë me moshat e fëmijëve, me adoleshentët, sidomos për t'i vendosur shprehi të shëndetshme në raport dhe për t'i eliminuar ato dëmshme, ne këtë fëmijë, këtë të ri, e shohim me potencial që në një moshë relativisht të re, domethënë jo shumë vjetër, të jetë kandidat potencial për infarktin, për sulmin në kokë, gjëra të tilla. E si këshilloni ju pacientët në botën e sotme që ka informacione pafund, edhe shpesh dhe dezinformata nga rrjetet sociale, ose ata që bazohen ato, le të themi, ilaçet e shtëpisë apo kura popullore? Kjo është një punë e vështirë, sigurisht, në botën që po jetojmë, informatat po shpërndahen, kjo në shumicën e rasteve është diçka pozitive, por kjo priremi edhe ndaj dezinformatave ose informatave të pafiltruara, informatave jo profesionale. Kjo është një vështirësi e kohës, mendoj që me kohë edhe ne duhet të modifikojmë dhe njerëzit besoj do ta kuptojnë se jo çdo gjë që klikohet në Google, jo çdo gjë që promovohet në rrjetet sociale që nuk ka marrë verdiktin e shoqatave, agjencioneve, grupeve profesionistëve, ne e dim mjekësi për shembull deri te lancimi i një bari, sa shumë procedura duhet kaloj, sa shumë teste, sa shumë agjencione, grupe punuese janë të kyçura. Mendoj që është një problem vetën, ndoshta ende në vendin tonë nuk është aq masiv sa mund të jetë vende tjera, por hasim të tillë. Prapë mendoj që detyra jonë si profesionist, detyra e mediave është që të marrim secili pozitën tonë profesionale dhe ka shik këtyre rasteve tarim të japim atë impaktin, atë ndikimin tonë që sigurisht duhet përdorur qasje dhe mjekime të standardizuara, të cilat rekomendohen nga udhëfysit dhe shoqatat e profesionistëve dhe mos të priremi karshi mjekimeve sharlatane, mos them të pa që nuk kanë marrë miratimin ose nuk janë të standardizuara, sepse edhe ndonjëherë këtë fatkeqësisht edhe si profesionist e vrej, domethënë personalisht jam i thari asaj, jemi të jetuar në një kohë që çdo gjë duhet faktuar, domethënë jemi në kohën e evidence-based medicine, që quhet mjekësia e bazuar në evidencë, dhe nuk na lejohet edhe neve ndonjëherë si profesionist me thonë që unë mendoj se këto duhet me jap, se mu po më shkon mirë te një pacient 2 ose një kolegu jam e ka jap dhe ka pas sukses. Çdo gjë pra duhet të jetë standardizuar. Në qoftë se kjo nuk shkruan në protokollet e mjekimit, që fatmirësisht Evropa dhe bota përgjithsisht ka shoqata të mjaftueshme, antarët të cilave fatmirësisht edhe ne si shoqate kardiologëve jemi, dhe përgjithsisht si komuniteti kardiologëve synojmë, e shoh që domethënë kjo është tendencë gjithë kolegëve, përfshi edhe mua, që të jemi të bazuar kur japim rekomandimet në atë çka është e përshkruar në rekomandimet.
takimet tona me kolegët e vendeve edhe të regionit, po dhe me të Evropës janë pothuajse sistematike, dhe në kohën kur ne arrim me marr informacionin kur reale, që thashë është e mira e kësaj, që arrim të gjithë jemi të informuar, njëkohësisht për një bar të ri, për një strategji të re të mjekimit, për damin ose efektin potencial negativ një strategjie, më thonë ne informatat nuk na mjaftojnë, thjesht vetëm duhet që t'i bëjmë përdorimin e tyre në mënyrë racionale. Ndërkohë që pacientët të cilët janë ndonjëherë të ekspozuar në mënyrë të pambrojtur ndaj këtyre informacioneve, besoj që në këtë e kishit fjalën, sidomos me qëllimet ndryshme promocionale ose marketingu, ndonjëherë duhen vetë të krijojnë mekanizma për të mbrojtur, por edhe në këtë rast, sepse jo të gjitha mund të jenë të dëmshme, ka gjëra të cilat e komplementojnë mjekimin tonë, ka shumë preparate bimore të cilat nuk sjellin dëm, po që sidomos kur është fjala për sëmundje kardiovaskulare që janë mjaft të ndjeshme, ka shimin e agjimit edhe pasojave që kanë, këto mos ta bëjnë pa marrë edhe një mendim nga profesionisti, qoftë farmacisti, qoftë mjeku ose minimalisht infermieri i cili merret me sëmundjet kardiovaskulare. Gjithmonë konsult me specialistin kardiolog. Nga qasja juaj, ju personalisht, cila është pjesa më e mirë e të qenit kardiolog? Po mirë, të qenuri kardiolog të mundson të jesh në kontakt përhershëm me njerëzit të cilët kanë nevojë. Nuk është gjithmonë që gjitha rastet, sigurisht puna në spital na imponon që merremi më tepër me raste të rënda, të përballemi shpesh me sfide në jetë vdekje që ndonjëherë krijon edhe stres të madh, ndonjëherë të bën nang, por rezultatet e punës, cilat ka ndonjëri prej mënyrë imediate, janë një satisfaksion. Sigurisht është një punë që ne e bëjmë me dëshirë dhe kemi zgjedhur vetë. Ndërkohë që në punën tonë të përditshme në terma pak më gjanë, kur punojmë edhe në ambulancë specialistike ose kur japim këshilla dhe siç është edhe ky emision ku kontribuojmë në ngritjen e vetdijes popullatës, po ashtu është një kënaqësi në vetë sepse na mundson që atë dijen tonë, atë eksperiencën tonë ta vëmë lëvizje ose ta lëmë në shërbim të qytetarëve, të njerëzve që na dëgjojnë dhe na besojnë, për ta shndruar ata më pas si një mekanizëm mbrojtës për shëndetin e tyre kardiovaskular. Sigurisht që sëmundjet kardiovaskulare, siç e tham, duke qenë një haton në rritje, një sëmundje numerikisht në rritje, na mbingarkon ndonjëherë me punën, me numrat, sepse është ende jemi ndoshta një komunitet jo mjaft i madh saq duhet të ishim, por megjithatë në punën tonë përditshme ne mendoj që kompenzojmë, sinkronizojmë shumë mirë edhe me punën që bën mjeku familjar në kujdesin primar, edhe me punën që bën internisti dhe kardiologu në regione, dhe mandej edhe puna jon që është pak më e specializuar në fokuse të caktuara, për shembull te sëmundja koronare, një pjesë e kolegëve që janë mjaft kanë një eksperiencë të madhe për trajtimin e sëmundjes koronare, sikundër që është edhe pjesa e çrregullimeve të ritmit, unë bashkë me disa kolegë tashmë bëjmë trajtimin e disa ritmive me metoda më bashkëkohore, më specifike, pra gjithë kjo, gjithë ky zhvillim në vendin tonë i kësaj lamie, sigurisht që na bën të lumtur që na pjesë e këtij komuniteti dhe na ofron kënaqësi që edhe ne tashmë ato që dikur i kemi lexuar libra, ato që i kemi pa gjatë trajnimeve tona jashtë vendit, po arrijmë në masën më të madhe që t'i zbatojmë edhe në vendin ku ne punojmë, që ku japim kontribut që janë klinike universitare, e që mendoj që ende është tendenca dhe ende është dëshira e madhe e të gjithë kolegëve, të gjithë punonjësve të shërbimit, domethënë motivi është mjaft i lartë që këto shërbime të çojnë në nivel akoma më të lartë aty ku do duhet jenë. E vërtet. Sipas Federatës Botërore të Zemrës, moto i aktiviti është Don't Miss a Beat, pra mbaje ritmin. Si lidhet kjo me punën tuaj edhe si ekspert i çrregullimeve të ritmit? Interesant, përderisa po përgatitesha për këtë podcast, e pash që motoja e aktiviti ishte kjo, që ju sapo that, dhe mu duke mirë, domethënë sepse jam i lumtur që edhe brenda komunitetit kardiologjik tashmë ne kemi bërë disa profilizime, pra shoqata kardiologëve të Evropës ka një sektor ose një shoqatë vetë që merret me ka një nën shoqatë ose një nën grupim që tashmë quhet edhe association që është për çrregullimet e ritmit. Në këtë analogji edhe shoqata kardiologëve të Kosovës ka një grup punues që merret me çrregullimin e ritmit, ku kam fatin që të jem udhëheqës i këtij grupi punues dhe njëkohësisht edhe në klinikën e kardiologjisë kemi domethënë një njësi e cila ka qenë relativisht ka ekzistuar dhe ka dekada që ka ekzistuar, ka qenë njësi e vogël me një sallë të vogël, tashmë një sallë të konsoliduar dhe shpejt besoj që do ta kemi edhe një sallë tjetër
me numra rritur, me rritje të shërbimeve, dhe kjo tregon që vëmendja e ekspertëve të kardiologjisë, tashmë se po flasim për komunitetin, është mjaftueshëm e madhe në raport me çrregullimet e ritmit. Sëmundja kardiovaskulare, siç e tham, përgjithësi shkakton vdekje shumë të mëdha, po mesin e sëmundjeve kardiovaskulare, ajo që shkakton vdekje imediate janë pikërisht çrregullimet e ritmit. Prandaj është edhe kjo don't miss a beat. Nuk duhemi të jemi të pavëmendshëm, kjo është, besoj që për kardiolog kjo është më së njoftur, por edhe për komunitetin, sepse në mesin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe siç e thash, mesin e disa sëmundjeve kardiovaskulare që në aparencë prezantojnë shëndetshëm, ka disa çrregullime të ritmit të cilat munden me ndodhë. Si do të manifestohen ato, domethënë janë subjekt ndoshta një emisioni të tërë që duhet diskutuar, mbetet për të diskutuar, po përgjithsisht pacientët kanë ndjenjen e rrahjeve të çrregullta, kanë ndjenjen e rrahjeve të shpejta të zemrës, e mbi të gjitha, çrregullimet e ritmit me potencial për me bë dëm, me potencial për të qenë rrezikshme, zakonisht shoqërohen me epizodat e humbjes vetdijes. Pra pacientët që kanë çrregullime të tilla mund të jenë pacient që të paktën një herë në jetë kanë pas humbje të vetdijes, të cilat mandej duhet të jenë objekt i hulumtimeve të ndryshme mjekësore, kardiologjike, ndonjëherë edhe neurologjike ose edhe të fushave tjera. Dhe për fund, nëse do t'ju jepni një këshill dëgjuesve për ditën botërore të zemrës, cila do të ishte ajo? Ka shumë gjëra që do t'i thonim, shumë prej tyre në mënyrë tangenciale i prekëm, por do të thoja që nuk ka nevojë të jetojmë me frikën e sëmundjeve kardiovaskulare, pavarësisht që ato i kemi prezente, por duhet të jetojmë me përgjegjësinë dhe kujdesin ndaj këtyre sëmundjeve. Pra shpesh na përballet edhe me kontingjent që frigohen pak më shumë se që duhet, por pra nuk ka nevojë të friksohemi, por sëmundjet kardiovaskulare na rrezikojnë të gjithëve, ne duhet të jemi mjaftueshëm të ndërgjegjshëm në raport me shëndetin ton, kemi mundësi të marrim këshillat e profesionistëve kardiolog, po edhe të kolegëve tjerë të cilët na ndihmojnë në punën tonë të përditshme në depistimin e këtyre sëmundjeve. Pra, frikë jo, kujdes, vëmendje sa të duash. Ju falenderit shumë doktor Haliti për mendimet tuaja të vëra, profesionalizmin, kujdesin dhe avancimet që bëni për të rritur pikërisht kujdesin e shëndetit të zemrës të qytetarët tanë. Kurse për ju dëgjues të nderuar, ju ftoj që të ndërmerrni disa hapa konkret në kujdesin ndaj zemrës, të bëni sa më shumë aktivitet fizik, të ushqeni shëndetshëm, kujdes me duhanin, të ndihmoni njëri tjetrin në mënyrë që të përhapni mesazhet pozitive dhe vëdësuese të zemrës. Zemra juaj është në duar tuaja. Le ta mbrojmë atë së bashku.